Festivali folklorik tipologji kombëtar i lërave popullore dhe riteve ka sjellë për 2 ditë me radhë një atmosferë të veçantë festive në qytetin e Burrelit. Në kuadër të këtij eventi u organizuar dhe panajiri tradicional i zonës, ku morën pjesë biznese të ndryshme duke ekspozuar produktet dhe vlerat më të mira vendase. Panajiri përfshiu aktivitete të shumta si panajiri i librit, ekspozimi i makinave retro, gatime tradicionale, lërat popullore si dhe pjesëmarrjen e fermerëve, bletëricëve dhe blegtorëve. Nuk munguan as lërat e shahut, grupet e të vegjëlve të veshur me kostume tradicionale, odat e improvizuara si dhe muzika e vallet popullore që gjallëruan qytetin. Dita e dytë e festës në Mat ishte një tjetër dëshmi e traditës, kulturës dhe shpirtit të bashkimit që karakterizon këtë zonë. Mes muzikës, artit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve, u jetuan vlerat dhe trashëgimia që e bëjnë Matin një simbol krenarie. Pjesë e aktivitetit ishin dhe drejtues vendor dhe përfaqësues institucional, mes tyre kryetari i bashkisë Altin Bojni, deputeti Agron Malaj dhe nën prefekti Hasan Pasha, të cilët vizituan stendat e panajirit dhe përshëndetën pjesëmarrësit, duke kthyer qytetin në një arenë të vërtet arti dhe kulture. Kamera e televizionit Apollon ndoqi nga afër këtë aktivitet, duke sjellë dhe intervista me pjesëmarrës, ndër të cilët bletërici Recep Shahini, 62 vjeç, nga fshati Franketh, njësia administrative Komsi, Bashkia Mat, ai prej 30 vitesh merret me bletari familjare dhe zotëron mbi 500 koshere, të cilat i shtekton në zona të ndryshme përreth Matit në varësi të stinëve. Mbi 25 vite jemi në zonën poshtë qaftamës të rrethit Matit. Është një zonë që nuk përdoret pesticide dhe helme, ka gjitha llojet e luleve, është mrekulli, shumë lloj lulesh, ka dhe kështenj, ka të gjitha llojet e kullosave. Por gjëja më e mirë është sepse zonat tëra nuk përdorin asnjë lloj pesticidi ose spërkati me helme, është zonë e atill. Dhe mjalti i bletëve tona është krejt origjinal, krejt dal nga natyra. Është edhe vetë natyra është lind dhe fal dielli aty ku kemi bletët në. Është vend mrekulli, shumë i pastër, vend me ujë. Që ka dhe ujë vaditës. Ju keni një biznes familjar, parkun e bletëve? Familjar. Punim gjithë familja me ta. Kemi numër mbi 450 ose mbi 500. Kemi 3-4 parqe me bletë. Edhe punojmë gjithë familja, ku kemi nevojë, bëjmë edhe njerëz të tjerë, po thënë edhe njerëz të tjerë, zakonisht për të lasë gjërat, për të bërë punët, jo punët specifike për bletë, por punët për larje zgjerësh. Ju sot jeni pjesëmarrës në këtë panajir. Si shikoni panajirin pikërisht këtu në Mat? Panajiri në Mat është një mrekulli vërtet, ka shumë vite që bëhet. Falë edhe kryetarit bashkisë që ne kemi, sot është bëhet deputet, po edhe kryetari i ri, që është deputeti Agron Malaj, edhe kryetari i bashkisë Altin Bojni. Po falë deputetit Agron Malaj, ne panajiri i bëjmë vjetë për vjetë, edhe unë marr pjesë edhe në panajiri e fshatit. Kjo është në Dibër, në Elbasan, edhe në gjithë Shqipërinë Tiranë, kur bëhet 3-4 ditë. Edhe shkojmë me produktet tona, që janë produktet tona të bletëve tona. Meqenëse jeni një nga njerëzit që keni parë bletëritje në zonën e Matit, ju pikërisht do kishte një tjetër për gjithë ata që merren me bletë, dhe a është mjalti në gjithë territorin shqiptar bio ashtu si ju pretendoni? Tashi mjalti varet nga zona e kollosës. Unë nuk mund të flas për bletëricët e tjerë, sepse unë flas vetëm për zonën time dhe për familjen time. Dhe gjithçka që ne prodhojmë nga bletët, ne mundohemi që të ketë zero zona shtesë, vetëm sa bleta punon vetë dhe sjell vetë. Përveç se materialeve ne i morim gjitha të reja dhe shqetësore, që të jetë produkti sa më i pastër dhe sa më i konkurrueshëm në tregun tonë, edhe shqiptar, edhe në Europë, sepse ne shkojmë dhe në Europë. Festivali tashmë, një traditë e përvitshme në Bashkinë Mat, vijon të mbetet një ngjarje që bashkon komunitetin dhe promovon vlerat më të mira të trashëgimisë kulturore shqiptare nën moton "Tradita vazhdon, kultura na bashkon".